to the beat, y'all. The body rock, y'all. Put your legs back, y'all. Non-stop, y'all. Se kush ishte ajo të bashkë me këta sy të lutem ty e mos më shkatro më trego ajo qka të ofron çfarë dëshira t'loson ta di edhe unë e më trego ku është sheftësia se u prish magjia dashuri sa shumë e sinqer fitoj ajo e unë jo sa e pa drejt më trego ajo qka të ofron çfarë dëshira t'loson ta di edhe unë e më trego ku është sheftësia se u prish magjia kur u deshtëm Ajo në realitet nuk vuante me të vërtet për mu. Ajo është klip, ajo është vetëm klip për publikun tonë shqiptar. Ndjesh shumë mirë që Adelina Tahiri më ftojnë klip. Edhe ashtu. Është një mbrëmje bukur, një mbrëmje promovuese. Vuaj ishte kënga e klipit, e cila është një herë edhe në album. Unë kam shkruar gjitha 10 tekstet e Adelinës. Jam munduar që në çdo tekst të jem paksa më i ndryshëm, paksa më i veçantë, jam munduar që t'i preki zemrat e gjithëve. Mendoj që ja kam arritur qëllimin, por punë e madhe tekstet e mia, kam qëllimin e kësaj këngëtare tonë, e shkupjane, e cila është pretendente për të ngjitur majave, dhe unë besoj se do të ngjitet sepse ajo vajzë ka edhe bukurinë, edhe paraqitjen, edhe vokalin, edhe këngët e mira dhe së shpejti do të flasim për një divë. Unë besoj që ajo shkon shumë përpara, thash kuptojt, jo vetëm mua këtu, për të gjithë bashkëpunëtorët, kompozitorët, orkestruesit, njerëzit të cilët kujdesen për fotografit dhe për stylingun e saj. Ajo është shumë e bukur, po s'do t'ishte ka që bukur, po mos ishte dora e mrekullueshme Armendit, po tekstet e mia dhe orkestruesi shumë të mirë, më të mirët me cilët punojnë, jo vetëm këngëtarët shkupjan, po ata të Shqipërisë dhe këta të Kosovës. Unë Avniu, tash ndoshta para herë jam personazh që flas çdo herë para fytyre, asnjëherë kam bezdit flas mbas fytyre, s'ja kam thënë deri tani. Ndoshta jam shumë i ri ndaj profesionit tim që futem në këtë showbiz. Jam krenar që edhe Avniu jep kontribut, do me thonë, personazheve dhe këngëtarëve, artistëve shqiptar të Maqedonisë. Ndoshta edhe unë jam pak më tepër, do me thonë, këtë pjesë këtu, siç Avnia. Mundohem që ndihmoj më tepër në atë aspektin se artisti duhet ndihmë. Fizikisht, psikikisht, gjithçka, do me thonë, nuk është puna veç pamja. Avnia atë e ka dëshmuar kaq vite, unë tani mundohem me energji pozitive se sadopak është artiste e re. Adina është shumë e bukur, është profesionaliste, mund të them se kam punuar si do një top modele. Ishte edhe menaxherim nga Turqia, cilin erdhi morëm për Pantemprov reklam për shamponin në Turqi atje.
Do më thënë, Adelina është definitivisht si stavnje, unë nuk ta emroj me atë thënje div, po do emroj me atë thënje që di elektrizon energji pozitive dhe t'jep një energji, nuk di, ndaj gjinis femrore, ndaj gjinis mashkullore. Lumë prindër që e kanë, jam krenar që e njo. Albumi Adelinës, do të thonë, kur i ka bërë Adelina disa kënga tek Roberti, unë i kam dëgjuar para sa me i dëgjua Adelina. Që Roberti kur i ka bërë si demo, më pëlqen shumë këngat. E ka një stil të vetën, klipi i fundit më pëlqen dhe besoj dhe jam i bindur që do të ketë një sukses shumë të madh me këtë album Adelina. I dëshiroj shumë suksese. Definitivisht është edhe me rëndësi me kanë jetu bashkëpunë, dhe më thënë kush janë bashkëpunëtorët. Siç edhe ju e dini që Avnia është një hitmaker për tekste. E vërtet është? Që është e vërtet, definitivisht që po bashkëpunoj edhe unë edhe shumë këngëtar të tjerë nga estrada shqiptare. Dhe Roberti është si kompozitor Mirocko. Më pëlqeu mjaft, duhet ta pranoj. Për Adelina kam disa fjalë që do shta do t'ja kisha thënë kur jemi kështu vetë. Disa këshillat të cilat mua personalisht prej kolegëve pak më të moshuar se unë kanë ndihmuar shumë në fillimet e mia. Sot kur erdha ishte një ndjenjë shumë e mirë sepse kujtova pak ditët kur bëra unë promovimin tim të parë. Edhe di se çfarë ndjenjë ishte ti shoh gjithë ato njerëz, kolegë, të cilët me ardhjen e tyre më kanë përkrahur, ne me prezencën, unë personalisht me prezencën time, jap një përkrahje dhe kam një besim shumë të madh në talentin e Adelinës. Edhe gjithë këto këngë që ndëgjova sot me gjithë videoklipin kam pëlqyer jashtë mase dhe mendoj që kanë një potencial për me të vërtet për depërtuar në fundit të tregojmë ne gjithë shqiptarisë se ne shqiptarët e Shkupit jemi me të vërtet diçka më unike dhe më urbane edhe ju servojmë gjithmonë si shqiptarëve të Shqipërisë në Kosovë dhe në diasporë diçka sa më origjinale dhe urbane. Kam pasur shumë fat sepse nga kolegët më të vjetër gjithmonë më kanë këshilluar, gjithmonë mi kanë treguar mënyrat më drejta se si duhet sepse në fakt shumë herë kam cikur ndoshta më bëhet edhe monotone, kjo rrugë është një rrugë e mbushur me thera dhe me të vërtet do të jesh shumë i fortë, një përkrahje shumë fort kesh për depërtuar. Po unë besoj sepse i njoh personalisht familjen e Adelinës edhe di që ka një familje të mrekullueshme të cilët e përkrahin maksimalisht edhe qëndrojnë mbas saj. Në çdo moment, paktën ashtu mua më la përshtyp. Në fakt kënga ato të cilët jetojnë në Maqedoni edhe të cilët kanë pasur rastin ta përcjellin festivalin e Eurosongut Maqedoni, e din që kënga i natë është versioni shqip i këngës, do shta pak më vonesi realizuar për shkak të angazhimeve të mia që i kam në Selanik në studime, të gjithmonë e cek sepse e ndjet arsyeshme shpeshherë njerëzit më thonë pse kaq me një zhagitje po realizohen gjithë këto projekte. Unë paralelisht studioj jam në Greqi, Selanik, kam edhe shumë pak provime. Kjo llogariti veten në artistët cilët vazhdimisht krijojnë diçka, domethënë për të jesh 100% i fokusuar në karrierë, unë shumë herë kam thënë duhet të jesh me të vërtet i lirë prej obligimeve tjera, duhet të jesh bukvalisht free që të koncentrohesh sepse kjo punë kërkon një koncentrim si psiqik edhe fizik 100%. Para se gjithashtu janë primare studimet. Studimet po afrohen nga fundi, kështu që besoj sa të mbarojnë janar do të jem pak më intensivisht i angazhuar, po dua ta cek me që se jemi këtu, mos të shgënjehen ato të cilët e përcjellin intervistën. Në mbas këngës së natit, tani në shtator planifikojmë realizimin e videoklipit edhe këngës më të re, është një balad shumë e mirë e cila pret në studio pak më gjatë, edhe besoj që do t'ju pëlqejë. Unë 3 muaj gati nuk jem paraqit para ekranit. Mundohet të bëj një dietë, mundohet të plotësoj dëshirën aty dhe adhuruesve të mi cilët më shkruajnë email edhe më thanë që Big Mama do pso për inatin e dyshmanit. Jo për inatin e dyshmanit, ne jemi gjithë shqiptarë, s'kemi dyshman. Ne e dojmë njëri tjetrin, po pasi që ishtë dëshira e shumë fansave të mi që Big Mama të shoj njërë të dobet, unë mundova për 3 muaj heqa apër 16-17 kile. Po ju premtoj se do të heqe edhe 10 kile, edhe do të shihni atër tamam si doni. Unë e sonte jo rastisht jem këtu. Adelina Tahiri. Adelin mund thash edhe në intervista tjere, ke Adelina e shon një yll shumë të madh në ballë. Te një këngëtar nuk do me thonë vetëm zari, apo kënga, apo një këngëtar duhet i kesh gjitha. Unë mendoj unë për vete dhe hecin ato hapa, duhet të jetë tamam, paraqitje skenike të ketë qëndrim sken, bi gjitha edukat familjare të ketë karakter. Adelina i ka gjithë këto pikat, ka paraqitje skenike, ka karakter, ka si them edukat familjare,
karakteri jo mbi gjitha, është një vajzë me energji shumë pozitive, një vajzë shumë e dashur, një vajzë e cila nuk din mendje masi. Edhe pse thënë dikush Adelina shumë e re. Është e re, po Adelina që ka sot, domethënë trupi, pamjen fizike, ke një asnjë këngëtar shqiptare nuk e ka. Qofshin ato që kanë këndu me vite, qofshin ato që sa vite bëjnë show në skenë, Adelina del, domethënë krahasohet me ato, barazohet me ato yjet cilët kanë vite. Adelinës, thuaj ti se Adelina ka 16 vjetë dhe Adelina del në skenë, është shumë e gjallë, është shumë e lirshme, është shumë si pa emocione, thuaj se kjo është debutante, as pak. Unë shoh një yll shumë madh, unë e di që do të mbërrin një sukses shumë të madh Adelina. Unë qëndroj prapa asaj, posa asaj unë do të veçoj familjen e Adelinës, ka 2 prindë të mrekullueshëm, që t'i kam shumë për zemër, t'i kam si familje dytë, zonjën Teuta dhe zotëri Seferin, cilët gjithmonë kanë mikprit, kur kam qenë konakun aty, ne kam qenë si konak timin, edhe sa t'jem gjallë unë do qëndroj para Adelinës, nuk do të lejoj që asnjëri ta shkel Adelinën, do ta fryej, do ta bëj sa më vonë, sa t'kem unë mundësitë, sa t'kem forcën time në këtë estradë muzikore, unë Adelinës do t'i qëndroj para. E cila ndëgjon këshillat, i thu diçka, edhe thot, okej, Big Mama, si t'u shti? Domethënë nuk është ajo që shumica që në fillim më kom pas shumë si përvoje, ke nxjerrë selam me ty, edhe pastaj thojnë, ty të shesin mend. Adelina ka edukat, ajo më bën shumë të lumtur edhe shumë zonë me cila është shumë edukume, është e shkollume, halli apo zoti, unë thash qëndroj prapa asaj deri në fund. Mirë njohur Adelina, mirë se erdhe në emisionin Zhurma. Mirë gjeta. Faleminderit që ke pranuar ftesën edhe që ke mujtur me bëj gjithë këtu dhe që për mua në emisionin. Faleminderit kënaqësim që më pranuar. Faleminderit shumë. Të flasim pak për ato që atë kemi thirr, për albumin e ri të cilin e kemi nxjerrë në shitja. Kush i ka bërë tekstet, muzikën? Albumi quhet Eliksir dhe në shitje këtu në Kosovë do del për një javë, megjithëse në Shqipëri edhe në Maqedoni veç është më në shitje. Tekstet janë të shkruar ato gjithë nga Avni Çaili, ndërsa muzikën dhe orkestrimet janë nga Jovan Jovanov, Gabro, Robert Bilbilov, Ocko, Maki. Dhe sa këngë ka albumi? Albumi ka 10 këngë. Për shumë të dhe keme, kjo është albumi i ri i Adelina Tahirit, i cili edhe për një javë pritet dalë në shitje në Kosovë. A ke bërë ndonjë klip për projektin e tij? Veç më kam një videoklip me këngën e vjetër Narcizoid, ndërsa tash ti me këngën më të re Vuaj, është një videoklip pak më ndryshe se videoklipet tjera. Bëhet fjalë për shkruar vuajtjen time me si është tragjike në një burr, ashtu për shkruar edhe unë vuajtjen se si vuaj për ndonjë mashkull, është bashkëpunimi me Lotin, duet kemi. Në fakt ajo është mysafir në këngën time dhe është vetëm një pjesë dhe kemi kohë që unë mendoj të bëj një bashkëpunim me atë dhe një prej shumë herët dhe kështu që arriva ato që unë mendova dhe bëra ato që unë kisha në plan. Ka dalë një duet shumë i mirë, sidomos edhe klipi u pëlqeu shumë këtu te ne, për mbarjen si fabul veti, kush e ka bërë klipin? Klipin e ka bërë Aleksandar Princ, është i xhiruar në Maqedoni në Shkup, po idetë të rësisht janë të mia, që ka kohë që unë mendoj këtë ide të bëhet një videoklip i tillë, dhe kështu që kam menduar kohë gjatë që të jetë si një mini film, mos të jetë spot reklame, po të jetë vërtet të ketë në fillim, mes dhe marrim, dhe kështu që mendoj që e arriva ato që unë mendova se ka kohë që e mendoj këtë ide dhe më vjen mirë që e realizova. Dhe Adelina, të flasim pak edhe për a kemi me bëjë edhe ndonjë klip tjetër prej këtij? Së shpejti tash do të marr pjesë në festivalin Mikrofoni i Art dhe aty do të marr pjesë me një balat, megjithëse këtë balat unë deshta ta bëj një videoklip, po megjithëse më dul të marr pjesë në një festival dhe kështu që do ta kem vetë si një videoklip të vogël, por së shpejti shpresoj që të kem ose ndonjë bashkëpunim me ndonjë këngëtar ose ndonjë videoklip për diçka e re po. Kur jemi këtu te festivalet, kemi qenë pjesëmarrës edhe në festivalin Chelsea Muzikor. Po, Chelsea Muzikor, po dhe mora çmimin hiti festivalit me këngën Gjysma Tjetër, e bërë me tekstin nga Avni Çaili, muzikën e bëri Ocko. Këngë që është pëlqyer mjaft këtu te ne, është vërejtë edhe aty në festival. Po, në këtë këngë edhe unë nga albumi do ta kisha veçuar pak më ndryshe, se është një këngë që e veçoj.
këtë balatën dhe këngën që kam me videoklip i dua pak më shumë se këngët tjera. Gjithsesi, prandaj edhe Mora që. Dhe të vazhdojmë pak për jetën private, me çka merret Adelina, sa vjeçare? Unë jam 16 vjeçare, mësoj në shkollën e muzikës, jam viti 3 dhe vi pianos dhe ka ku që i kushtoj më shumë muzikës dhe pianos, me që se mirën profesionalisht në këtë punë dhe më shumë kohë i kushtoj shkollës, po dhe vetës time, varet sa kam mundësi. Ku jeton Adelina? Jetoj në Shkup, në Butet. Okej, kjo ishte pak informata për adhuruesit e Adelinës, pasi këto të ne ke shumë, sidomos klipi i fundit është pëlqyer mjaft. Faleminderit, më vjen mirë që videoklipin e fundit më kam pëlqyer, dhe unë do të mundohem edhe më shumë që videoklipet tjera të jenë edhe më të mira dhe pak më ndryshe që të pëlqejnë edhe më shumë dhe të arrijë kulminacionin e ndonjë këngëtare. Dhe çka presim tre nga Adelina? Për vitri, në përgjërim? Për vitri, tashmë do të fillojnë edhe pak ka kohë për vitri, në fakt edhe 1-2-3 muaj, do t'jenë gjyrimet e vitit 3, me gjithë sa e bëra promovimin e albumit, dhe kështu që do t'i promovoj këngët, do t'i plasoj në për emisionet, do t'i këndoj, shpresoj që publiku do t'mi pëlqen dhe do t'mi vlerësoj atë që duhet. Sukses! Faleminderit edhe unë dhe dëshiroj shumë sukses. Faleminderit shumë! To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's rock, y'all. Non-stop, y'all.